mbetemi tek personalitetet e shjuara të tjerë himariot. Pa mi thua një? Ashtu siç përmende vërtet që... Se më lartë se Petro Marko nuk ka. Petro Marko është Odise Grillo, shkrimtari më i dashur për fëmijët. Patjetër, se jemi rrit me këtë. Është një personalitet i madh i vjershërimit për fëmijët, ku brezion edhe shumë breza... Jemi rritur me të, ka në një që s'ka lexuar një prall nga ai? Me vjershat e tij. Ashtu si kundër korifeu i teatrit shqiptar Robert Nrenika. Origjina Robert Nrenika është nga Vunoj. Mirë, po thënë nga Imar. Robert Nrenika nga Vunoj. Nga Vunoj, po. Do nga Edi Rama. Po. Edi Rama është nga Vunoj. Nënën ka. Nënën ka nga Vunoj. Nga Vunoj, e? Por e që keni nxjerr juve të Bregut të re, por si ka mundësi më njerëzit më të mençur Shqipërisë dalin andaj? Po shiko. Bregu është midis detit dhe malit, i ka të dyja, ka edhe malin, ka edhe detin. Dhe njeriu i Bregut është, domethënë, aq i dashur, i ëmbël, i qetë, siç është deti i qetë. Dhe aq i ashpër sa mali. Sa mali, por edhe sa deti kur është i dallgëzueshëm, me kupton, kur është aq dhe sa mali kur ka suferinë e dëbore dhe gjëmime, nga që dhe afër është dhe mali i vetëtimës. Unë them që po themi produkti më i bukur, beautiful mind, është Petro Marko. Megjithatë, ti ke atë listën tënde. Dhe ju, konkretisht familja juaj, Gjoka, se Gjoka kështu ngjan si nga Mirdita. Gjoka, sipas origjinës sa ardhur, domethënë ne kuptohet që jemi autokton aty, domethënë jemi autokton. Nga Imar Aimar, derisa ne kemi mundur të arrijmë dhe të gërmojmë në histori për të parë se sa larg na shkon pema gjenealogjike e jona. Kemi rritë që jemi autokton, domethënë deri 200-300 vjet, se më tutje nuk kemi shkuar dot sepse nuk kemi patur, nuk kemi gjetur të dhëna, Por gjithsesi është nga ajo e Skënderbeut, do thënë ajo historia që pak a shumë. Nuk kemi gjë të shkruar. Nuk kemi gjë gojdan të transmetuar për të më shumë se sa 300. Teoria është që mirditorët erdhën në atë zonë në 1400, pas vdekjes së Skënderbeut dhe një pjesë ikën në Itali, një pjesë ngelën aty. Nuk duhet të marrim këtë sepse aty ka patur të mirëqen, sepse aty ka patur familje autoktone, vendalie, nuk është se ato treva kanë qenë bosh, kanë qenë pa familje, pa sigurisht që kanë lëvizur, kanë ardhur nga lumi i Vlorës, kanë ardhur nga vende të tjera, nga Korça, kanë ardhur shumë, nga që vinin shumë ustallar dhe shumë shtëpi në krajinën e Imarës janë të ndërtuar nga ustallar, nga Korça, e kupton? Sepse kjo merret sikur pas vdekjes së Skënderbeut erdhën dhe populluan Imarën. Jo, Imara ka qenë populluar edhe përpara ardhjes djalit të Skënderbeut me ushtrinë e vet, e kupton, pas vdekjes së Tiatit. Gjoni, sepse Imara ka qenë sipas leximeve dhe sa njohim ne, domethënë nga të thënat edhe nga dëgjimet, domethënë ka qenë shumë e banuar. Ka qenë shumë e banuar për vetë faktin që kalaja e Imarës daton 4000 vjet. Sipas Jo, sigurisht që ai është vetëm një moment historik kjo që thash. Po, sigurisht është kalaja e Borshit, e kupton? Pastaj kalat të tjera, pastaj më vonë është kalaja e Alipash të Pelenës, të cilën ai e gjeti të gatshme, e kupton, vetëm sa e rindërtoi, restauroi. Tani vim te televizioni tani. Si kalove nga radio në televizion? Ose më saktë, pritjer, këtu njerë, ti ishe ushtar dhe paguishe si speaker? Po, merja honorare. Sa ishe honorare? Po tani s'më kujtohet mirë, po merja honorare të mira. Të dilte muaj? Për çdo muaj merja honorare, sepse isha për çdo ditë i angazhuar nga gati 3 orë. Sigurisht që do bëhet, do rrje tje në repart ushtarak ti? Po sepse ishte ana tjetër që ishin rregullat, kështu ishin rregullat, për çdo bashkëpunëtor që vinte paguaj.
Çdo bashkëpunëtor, jo vetëm... Pastaj ti shkoje i veshur ushtar, çdo ditë apo? Sigurisht, çdo ditë i veshur ushtar. Ushtar ti jepi lajm atje, ë? Po. Dhe sa zgjati kjo që punove në radio? Gati 2 vjet. 2 vjet. Dhe pastaj si kalove në televizion? Pastaj erdha në Akademinë e Arteve, domethënë konkurova, nga që nuk më dilte drejta. Nuk më dilte, po sigurisht kisha bërë një emër. Nga që nuk më dilte drejtë e studimit, vendosa të konkurrojnë në Akademinë e Arteve për aktor. Për aktor. Dhe kë kishin komision? Po ishin korifejt e teatrit. Sa të frikshëm ishin ato. Ishin me Piromani në krye. Piromani kryetar? Po. Ishin rreth 15 aktor dhe përfaqësues nga ministria. Domethënë ishte do të Piromani kryetar, po ca antar të tjerë, më thuaj ca antar të tjerë? Po, ishte Violeta Manushi, Sato Ktrova, Timo Floko, Robert Mrenika, e të tjerë. Do të kesh në komision këta yjet e teatrit dhe të filmit. Të dridhen leqet e këmbë. Po si fitove? Tani unë isha shumë i përgatitur. Të thash që ajo radio mua më futi në një kanalizim të tillë që... Po tjetër. Unë fillova të përgatitesha shumë seriozisht me njerëz të mrekullueshëm të ati viti që unë shkova në Vlorë, siç ishte Liza Laska, aktoria jon e mrekullueshme teatrit dhe kinematografisë, Vasilaj Godo, ishin dhe shumë të tjerë që dhe unë erdha shumë i përgatitur dhe çuditërisht unë filloja një material dhe më linin për gjysmë. Thoja pse më lën për gjysmë? Filloja materialin tjetër, stop. A, thash unë, do të ta... Nuk, po përkundër, ata të kuptonin me 2-3 fjalë që nuk ka nevojë të vazhdojnë shumë. Kur doli në fund, do më në lista e fituesve, unë isha me notën 10 dhe të tjerët pas me ishin me notën 6 e poshtë. Sa konkuruan? Po ishin gati 150 veta dhe fituan... Do me thënë, konkursi parë me 300 i fitove për radio dhe konkursi dytë me 100... Me 150 veta. 50 prapë doli pari. Po, në 22 veta që fituan, do me thënë, unë isha prapë... Fitove dhe fillove student në Akademinë në Institutin e Lartë të Arteve. Institutin e Lartë të Arteve. 5 vjet të zuri? Të zuri e 5 vjet? Apo 4? 4, se u bëj një 5. Aktrimi ishte 3 vjet. Mirë po ne në vitin e dytë, një pjesë nga... studentët e aktrimit u vendosi të shkonim në Paris për të bërë specializim ose shkollën për regjizor. Mirë po erdhi një urdhër nga lartë që nuk ka nevojë se ne kemi pedagogët tanë, kemi aktorët tanë të mrekullueshëm dhe ne u përgatitëm dhe për vitin e dytë, domethënë, vitin e parë mbaruam për aktor. U përgatitëm shpirtërisht? U përgatitëm shumë shpirtërisht edhe nuk ndodhi, nuk e lejoi partia sepse jo domeninizmat, jo do... Tani, ju filluat studimet dhe ndërkohë vazhdonit në televizion? Sigurisht. Në radio akoma? Sigurisht. Po në televizion kur kalon? Në radio dhe në televizion. Që ditën e dytë që erdha në Akademinë e Arteve. Në radio, domethënë... Jo, si kalove në televizion tani? Unë u largova nga radio sepse isha me shkollë të mesme dhe ata nuk mund të më emëronin. Po, si ishit ushtar. Kështu që ardhja në shkollë pas një viti në Akademinë e Arteve, bëri që në ditën e dytë më thrasin në televizion, mbajmën ishte Shefqet Bregu, një nga speakerat shumë të mirë të televizionit shqiptar, më thotë kërkon Marash Ajati. Drejtori i përgjithshëm. Ishte drejtori i përgjithshëm. Në cilën datë, muaj, vit? Po tani ishte... Paka shumë? Shtatori, ishte mesi shtatorit, fund shtatorit. Viti? Viti 79. 79, dhe? Po. Edhe shkoj, ne kemë vendosur, thot, që të dalësh dhe në ekran, do shkosh, do bësh një provë, thot, në studio, do të takohesh me Shiqyri Skënderin, atëherë Shiqyri Skënderi ishte një gazetari shquar i televizionit, vinte nga Gazeta Bashkimi, në atë kohë ishte emëruar shef redaksie i Departamentit të Informacionit, më merë, më qonë në studio, bë një regjistrim, pak zjatja i regjistrim, sepse çdo gjë ishte perfekte, nga që unë e njihsha televizionin e njihsha shumë mirë. Bëhet regjistrimin dhe sa marroi regjistrimin, thot nesër ke orarin orën 4, thotë. Edicioni i lajmeve orën 4. Po, nesër. Kështu që unë fillova. Sa vjeç ishe? Po isha te 20 ca vjet.
Sa? Se duhet të pyes edhe për sa vjeç ishe në radio kur dhe lajmet për të Po, parë? isha 23-24 vjeç. Tu, po kur dhe në radio? Po, në radio isha, domethënë 18-19? 19. 19 vjeç. 19 vjeç. Besoj më i riu, speaker më i ri? Speakeri miri, mi dopti më... Ishe kështu bio, do nga të drejtive. Po, dhe fillove dhe lajme ditën tjetër vetëm? Po, vetëm. Vetëm, nuk. Po, pastaj si kalove në edicionin qendror? Mbaj mend që koleg ishte Çlirim Poro, ishte Jani Kondili, ishte Amali Dhamo, ishin dhe një dy të tjerë cilët s'po më kujtohet emri tani, domethënë që ne ndëronim oraret me këta. Pastaj pas rreth Pse në orën 4, filloi dhe në orën 4 edicioni lajme. Po, filloi zgjerua nga ora. Po. Edhe gradualisht, domethënë televizionin shqiptar filloi të zgjerohej, domethënë nga ora 6 që fillonte deri në orën 10-11, pastaj filloi u bën në 4, pastaj mori 24 orë për 7 ditë të javës. Më pastaj pas një muaj, domethënë nga që unë kisha dalë shumë mirë, fillova të më jepnin orarin e revistës televizive, ku ishte Virgil Kule, e kupton, një nga zërat. Zvendosoi Virgil Kule apo ai nuk ishte për ditë? Ai ndërkohë ishte dhe drejtori i televizionit. Kur u bë drejtor televizioni, ti kalove ti në edicion. Njëkohësisht ishte edhe speaker. Virgili. Në atë moment ai u tërroq, pastaj pas një farë kohe u tërroq dhe vendin e tij, domethënë e zura unë bashkë me Tefta Radin. Të dy? Shpesh herë të dy. Ne kemi qenë një çift sepse filloi radio televizioni filloi me çifte. Domethënë filloi dyshe lajmet. Si model italian. Sigurisht që gjithë programi i televizionit shqiptar ishte modeli i Rajt. Ishte i Rajt. Në atë model eci për vite deri në vitin 90 televizionit shqiptar. Unë në fakt kam përgatitur disa fotografi që duhet i komentojmë dhe këtu pasaj vinë edhe pyetjet. Do i lutem regjis fotografi që kam përgatitur. Dimitër, në çdo ja u tregoja të stafit dhe habiteshin, në çdo ditë Gazeta Zëri i Popullit kishte programin e televizionit dhe shërbimin e motit, shërbimin sinoptike, teatre e tjera. Po do të mbetemi pak këtu te moti. Pse? Ku a dje dhe sot. Pse? E di pse, sepse... Mos më thuaj këtë dhe motin. Jo, nuk kam dhe në motin, por ka qenë Petriti i famshëm i kohës. E ke njohur? Po kemi qenë në një studio si këtu, ai tek vendi i kohës, i motit, e kupton, te dekori. Ne ishim tavolinë, sa mbaronim lajmet, e kupton, dilte direkt ai. Ishe ti kur bëri atë ngatërresën e famshme që e hoqën? Që tha Bunasera diçka të tillë? Po. Isha aty? Shiko, ato ndodhnin. Jo, unë nuk kam qenë... Po si ishte e vërteta e saj? Nuk jam në gjendje që jo, në këto raste njeriu emocionohet. Do të thënë, me pak fjalë për gjithë ata, Petriti, si Petriti ishte, shiko. Petrit kush? Se s'më kujtohet më emri? Petrit... Dhe unë tani... Okej, Leka. Ai jepte motit çdo mbrëmje. Çdo mbrëmje. Mbas lajmit. Ai vinte 2 orë përpara. Përgatiste sepse çdo gjë nuk ishte elektronike, ishte çdo gjë me dorë. Dhe i vizatonte? Ai i vizatonte, i bënte presionin e ulët, presionin e lartë, i kishte ato numrat, i kishte gati aty, i ngjiste atje me 2 orë para. 2 orë para. Dhe ndoshta kjo ka ardhur nga që ai shkonte dhe dëgjonte motin tek kraj. Dhe ishte familiarizuar me atë fjalor. Shkonte në dhomën ku vinte sinjali i televizionit. Brenda në televizion, po? Po, edhe ndoshta aty, domethënë si i ardhur shpejt, domethënë për të marrë atë të fundit. Dhe tha Bunasera. Dhe në këto rrethana ndoshta aty i ka dalë kjo pa. Ai ishte live? Po, direkt. Do të riti ishte live gjithmonë? Gjithmonë direkt. Do lajmet ishin live? Lajmet gjithmonë direkt. Dhe i tha Bunasera dhe hoqën? Koha direkt. Dhe moti direkt. Anoncueset që dilnin që thonin ato speakeret e prezantuesit që anonconin programin, e kupton? Do të thonë, me pak fjalë për ata që nuk e din, ai i tha Bunasera në vend thoshë mbi mbrëma dhe e hoqën. Tani
atëherë ishte çdo gjë e kontrolluar, duhet të ishte shumë i kujdesshëm. Tani, Enver Hoxha për pak kohë, nuk është se për pak kohë, po jo, mua ma kanë thënë kështu që Enver Hoxha thotë edhe atë Petritin se kanë parë, tha. I thënë shoku Enver ka bërë një gabim, ka thënë Bunasera. Po mi ma tha, nuk ka bërë një gabim të madh, futeni prapë, tha. Kështu u kthye përsëri ai. Ti ke qenë momentin kur u kthye? Po sigurisht, ne kemi qenë bashkë udhëtar deri në momentin që ai ishte një skrupuloz, ishte skrupuloz për sa i përket asaj dritare së vet, atë organizimin e tij që ta bënte sa më bukur, sa më mirë, e kupton? Po dhe si njeri ishte i mrekullueshëm. Nëse regjia do mbjejnë foto të Petrit Lekës, Petriti i motit. Kështu shkruhet atje në Google Image. Po, tani 18:00 programi dhe lajmet. Domethënë lexosh programin dhe pastaj lajmet ishe ti. Po, në orën 6. Në orën 6. Kjo, domethënë programi i madh lexoj, domethënë gjithë programi lexoj në orën 6 kur hapej ja, sipari. E kam atë temën. Kur hapej sipari, kupton? Dhe dilte anoncusja dhe thoshte, pastaj për çdo emision që vjen më mbrapa, dilte anoncusja dhe thotë, tani do të ndjekim emisionin për fëmijë, ose do ndjekim filmin artistik. Filmi artistik televiziv, Djaloshi fshatar, seria e 6 dhe e fundit. Ore, pikrisht thonin ato. Si ja bëni me Dimitri që e shikonin për shemb të shtunën në një seri dhe seria e dytë ishte të shtunën tjetër. Si e marrin mend? Po sepse s'kishte tjetër tjetër. Çfarë do fusi në memorie? Do, ajo ishte ngjizja që i bëj. Ti vetë lexoje te Zëri i Popullit programacionin? Jo, nuk kisha nevojë sepse unë isha aty, domethënë. Foto tjetër? Sa më ka marrë malli, Po, kjo ishte sigla para se të fillonte transmetimi. Në orën 6. Domethënë para se pasi shkonte ora 18, domethënë dilte. Jo, po kishte një gjë të bukur kjo. Në 17:45 fillonin ca këngë të bukura. Si? Këngë të bukura në 17:45. Futej pak muzikë, jo këngë, pak muzikë. Po jo, kishte edhe ca këngë. Me muzikë. Dhe në 18:00 pip dilte Ylli Pushka Kazma. Ylli Pushka Kazma, dhe dilte spikra që jepte program. Dhe direkt pas asaj ishe ti. Direkt pas asaj ishin lajmet e orës 6. Dhe ishe ti. Kujt i binte radhë? Kujt i binte radhë, sigurisht, po ti në kuptimin. Foto tjetër? Kush e ka bërë këtë foto? Në marrë? Hylmi Bylykbashi. Fotografi i televizionit, i radio televizionit. Tu ke qenë në radio po në televizion? Televizion. Televizion, se nga mikrofoni. Është mikrofon. Televizion, është çdo gjë. Ke qenë vetëm në edicion lajm të orës 6? Janë, po, domethënë ora 6 duhet të ketë qenë, e kupton? Janë fillimet e startimit si speaker në televizion. Në televizion. Kush ta siguronte kostumin, kravatën, këmishën? Kishte, sigurisht, çdo gjë e organizuar. Garderob. Ishte garderoba, ishte organizuar, domethënë mbaj mend që për herë të parë unë dola me ato të mia, domethënë sepse nuk pati kohë nga që u tha sot për nesër do dalësh, do kisha xhaketën, këmishën, kollaren time. Pastaj televizioni merrte masën me rroba qepës me të gjitha, kishte garderobën e vet, e kupton. Tani u bëri famshëm kur dili në rrugë. Kur e kuptove për herë të parë që shikoj, më shikojnë mua. Është kjo. Unë se kam parë kështu, e kam parë nga që kudo që shkoja më nderonin, më respektonin. Dhe ndjeja që gjithë kjo ishte fal daljes në ekran. Tani, më the për Imarin që familja ime nga Imara dhe, po pak më the, po, këto genet të arta, sepse kishe zërin, po kishe dhe paraqitja, duhet ta themi. Nga i ke këto genet të arta? Tani, shiko, ne e tham pak karakterin Imariot, pak për para, zumë në goqër, si deti qetë, si malir, si... Unë gjushim nga babaj, dhe më thënë, lexonte shumë edhe ishte një recitut shumë i mirë. Po. A ishte një... Si quaj? Mimi Gjoka. Ishte një njeri dashuruar me letërsin ruse, sepse, të themi të drejtën, gjyshi, nga babaj, sepse ajo letërsi qarkullonte atëre, e kupton? Dhe ishte i dashuruar me Gorkin, ishte i dashuruar me Majakovskin, ishte i dashuruar me Seninin, ishte i dashuruar me Dostojevskin. Dhe lexonte shumë vjersha, sidomos nga Senini dhe mi recitonte mua. Më vinte dhe mua nga njerë që të lexoja, më jepte libra, më jepte mbajmën, më jepte jo po David Copperfield, jo po poezitë e Seninit. Më vinte në pozicion kur shkoja në Bear, domethënë që
I rritur bukur domethënë. Kaloja pushimet. Por kur recitonte me atë zërin e thellë gjyshim, ka qenë përgjigje si rruga urës, ashtu quhej ajo ndërmarrja. Ishte në përgjegjësi nga Himara deri në Saran, domethënë atë rrugë. Dhe njëkohësisht ishte edhe një nga peshkatarët e jashtëzakonshëm i Mariot. Të merrte ty ndonjëherë për peshk? Po sigurisht, shkoja shpesh. Më thuaj në një gjë të veçantë ato. Plaku dhe deti domethënë, në histori kështu. Po ishte një plak dhe det dhe super plaku dhe deti. Sepse ai domethënë peshqit i vinin, ai nuk shkonte ti kapte domethënë. Si vini peshqit mo? Po, domethënë ai ishte një peshkatar për oktapodhët që domethënë e sillte oktapodhin dhe mënyra e tij se si e sillte edhe vetë se kur e kapte me dorë mbi sipërfaqen e ujit edhe e plaste në shkëm. Nuk hynte si të tjerët për ta gjetur poshtë në ujë. Ai kishte një shkop të gjatë, e lidhte me një asfak quhej me një shkure, e kupton? Edhe e fuste në det. Ja morë këtë profesor? Po, tani unë e di, e kam në mend, po nuk e kam ushtruar se s'më ka lënë. Do jepje lajme thoj o do bëhe peshkatari? Isha larg detit, kështu që për vitet e moshës. Po Himara çfarë thoshte për spikerin e famshëm Dimitri Gjoka? Po ishin krenar, domethënë. Shkoi shpesh në Himar? Po shkoja, domethënë njën 2 muaj, njën 3 muaj, çdo muaj, sipas mundësive, sipas. Si ishin Himarët, si të prisnin? Jo, ne kemi qenë në Himar, unë kam qenë në Himar deri në moshën 6 vjeçare. Pasi baba im kaloi me detyra në Vlorë dhe ne u transferuam. Po ti gjithmonë ke lindur në Vlorë? Unë kam lindur në Himar. Në Himar ke lindur, ë? E pastaj 6 vjeç ke ikur në Vlorë. 5 vjeç. 5 vjeç ke ikur në Vlorë. Në Vlorë 5-6 vjeç domethënë kur fillova. Do je lindur në Himar. Klasën e parë domethënë. Dhe pastaj çdo pushim semestri pushimet e vitit të ri, semestri 2 shkoj në Himar. Unë shkoja tërkohën në Himar. Tani si Mariot. Dhe nga ana e mamas kisha gjyshin i cili ishte. Edhe ata i Mariot? Një këngëtar i Mariot, sigurisht të dy prindrit unë i kam i Mariot. I Mariot. Po. Gjyshin nga mama ishte Koço Lazari, ishte një këngëtar i përsosur, e kupton? Tani më the 2 emra këtu ti mua. Petro Marko, Odise Grillo, ka dhe të tjerë kam përsysh. Personalitete, Himara. Po ka Himara plot. Mund të përmendësh disa të tjerë? Po ka është në Çomuko. Në Çomuko, pa diskutim. Gjenit që shumë pak i vlerësuar nga shteti shqiptar. I pa studiuar ndoshta. Mua më vjen keq sepse ai nuk studiohet as në shkollën e muzikës edhe në Akademinë e Arteve dhe as në Fakultetin e Gjuletërsisë. Ajo polifonia aty me shtat zëra. Është për shembull, unë mos i pres veshit, isha me një kompozitor i cili ka bërë një këngë të bukur me motivet e Erdi Prilli shkriu Bora të Neçomukos dhe këndon. Kush e këndon? Jo. Këngëtar e re? Ne, se këndon një nga këngëtarët tona, edhe kur e mora në intervistë nga që jam duke bërë një dokumentar pikërisht për këtë, më tha, jore, tha, unë e di popullore, tha, se poshtë ka siglën popullore. Ja, këto që ishtë një emrin popullore. Ate ka bërë në Çomuko. Dhe kjo humbja e emrit të ti erdi për vetë faktin, sepse një vllai i tij në kohën e regjimit të Zogut ishte ministër edhe me ardhin e pushtetit, çdo gjë e pushtetit komunist më pas, domethënë, e lanë në hije, e lanë pas dore dhe krijimtaria i doli poshtë vetëm popullore. Për shembull, ai është autori këngës O me Korçara sa bukurie. Në Çomuko? Po. Po më habit me këtë. Është jo vetëm një këngë, po janë. Po nuk e ka emrin të shtuar. Janë disa. Nuk e ka emrin të shtuar. Janë ka në librin e tij, domethënë. Po mirë, tani kujt ja kushtonte ky këtë? Ja ku Tefta Tashko Koçës. O me Korçara bukur? Po. Ua, po si e kemi kënduar ne pa e ditur kujt ja kënduar? Jo vetëm kaq, po është. O moj Korçare bukurie, ja kushtonte Tefta Tashko Koçës. Po kishte në një histori, në një love story apo? Është një histori shumë e bukur, se në 29-ën në Çomuko është autori, një nga autorët e parë të diskografisë të incizimeve në disk të këngëve polifonike himariote dhe shumë të tjera, domethënë këngë, poezi, skeqe, monologje, sepse ai është edhe themelusi i gazetës së parë humoristike shqiptare. Si quhej gazeta? Pif Paf. Pif Paf? Po, sa e bukur. Në vitin 1928. Pif Paf. Ai
Po, nxjerr botimin e parë të gazetës humoristike shqiptare. Në Sarancë, atëherë ishte në Sarancë. Tani të bëjmë pyetje kështu, zoti i Mariot. Kur dëgjon këta ti që thon Himara jo greke ose në një shpallet Himariot që s'është fare nga Himara, edhe duke shpallur Himariot thot jam grek, tani një përgjigje nga Dimiti Gjoka. Nuk po them emra, se e di unë ti je kështu, domethënë i kornizuar. Si u përgjigjesh ti? Demokracia ka një të mirë që njeriu mund të deklarohet si të doj, edhe për çdo shtet që të doj. Po? Por një fakt është i pamohshëm. Po? Që gjua greke është prezente në Himar. Gjua në nënstime është greqishtja. Sepse jeni biling. Jeni dëgjues. Po? Po jeni shqiptar. Nuk e dim. Si ti nuk e di se ç'e? Nuk e dim. Të lutem, kur Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë nuk del me një definicion për të thënë që Himara është greke apo shqiptare, e kupton? Nuk ka të drejtë askush të japi Jo, prit këtu më zë makina mua. Të tillë. Të lutem, çdo njeri është në vetdijen e tij është i pandaluar të deklarohet japonez, kinez, jo, ti çeje atë? Italian. Ti çeje, shqiptar apo grek? Tani unë jam dy gjuhësh. Këtë e diu. Gjuha e nënstime është greqishtja. Po shqipja ç'është për ty? Të lutem, gjuha e nënstime është greqishtja. Jo, ç'është shqipja atëherë? Shqipja është gjuha që unë u rita edhe zhvillova jetën time. Atëherë po të them drejt për drejt, ti je shqiptar apo grek? Unë jam i Mariot. Po e kujt është Himara? E Shqipërisë. Do të një shqiptar. Po është brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Jo, brenda territorit kemi edhe ca brenda territorit të Serbisë në Luginë e Preshevës, po ata janë shqiptar. Po janë minoritete, kupton? Ato janë minoritete. Jo, ajo historia juaj dihet që ajo bënë tregtim me Korfuzin dhe dhanë morën dhe mësuan greqishte. Të lutem, unë nuk jam i përgatitur. Jo, të kuptoj po. Dimiti Gjoka është shqiptar? Unë jam i Mariot. Po mi, ma thuj që je shqiptar pëse? Po jam i Mariot për atë një më shumë çfarë të them unë. Jo, po ti je i Mariot, je shqiptar. Ai që konkluzionin dhe teleshikuesi që na shikon. Okej. Kalojmë në foto tjetër. Më pëlqeu shumë kjo foto e parë. Tani kemi disa foto. E ke këtë foto? Po, e kam këtë foto. Unë e kam nxjerrë për të parë në Atëre, ju jeni ai atje ato me bluzën me viza. Do të jeni 88, 87. Këtu është Departamenti i Informacionit i Televizionit Shqiptar para viteve 90, domethënë në kohën Alfons Gurashi. Alfons Gurashi. Amalia Adamo. Afrodita Sokoli. Afrodita Sokoli? Wow, sa e re. Kazimir Shtino Lart. Pushkin Lubonja? Po, Pushkin Lubonja. Po ai atje? Bujar Kore. Bujar Kore. Po ai? Tomor Topore. Po? Astrid Kazaferi. Po? Agim Seseri. Po? Po ai tjetri? Në cep? Ai lart fare, Astrid Kazaferi. Po, ky? Se lam një mangut aty. Ky i pari aty. Poshtë. Ky i pari, tham, Seseri, Agim Seseri. Po. Më portretizojnë që këta, si isha Alfons Gurashi? Për punën që bënte ishte absolutisht i paritshëm. Se ishe reporter kudo? Alfons Gurashi, Kazimir Shtino dhe ai lart fare, Astrid Kazaferi ishte treshja që mbulonte çdo aktivitet politik